Tashti, sipas ulumtimeve tuaja, dhe diferencës në kohë midis shtypshkrimit të Gutenbergut, ku filloi shtypshkrimi, a duhet kemi patur vepra të tjera në shtypshkrim? Ka hamendje të ndryshme për arsye nivelin e zhvillimit të shkrimit tek buzuku, po ka pasur një kohë jo fort të gjatë, se përpara saj duhet ishin pasaj të shkruara me dorë. Unë mendoj vepër të dimensionit buzukut, buzuku lën me kuptu që s'ka. Po. Në kolofon. Po themi, që thënë dimensionet fizik të buzukut, pra si me share apo. Por unë nuk preshtoj kurse si mundësinë që të mos ketë pas libra rituale, po themi psaltre, brevjar, të tjerë. Libri i buzukut është një ndërmarrje e madhe, faktikisht edhe kushtueshme, po si dimension si libër. Dhe nuk mendoj domethënë që gjuha shqipe kishte mundësinë e asaj kohe prodhoi libër, po themi 200 faqe, 300 faqe, se është e buzukut, 240 faqe më ndohet që të jetë i tëri, ma procesin e ka pështu 188 faqe, ka shpëtuar 188 faqe me disa fragmente të shkruara që bëj qunë shkimza, por matë si përmarrje unë nuk mendoj, por ama unë mendoj që fletore, tekste të shkruara të vogla, brevjar, psaltër, rituale, libra të tjerë kishës, komedi, tragjedi, të jenë shkruar të vogla, të jenë shkruar sepse mendoj që buzuku është pasojë një tradite shkrimore, nuk është ai krijuesi i traditës shkrimore, por është pasojë një tradite shkrimore. Dhe unë nuk kam asnjë pikë dyshimit që njerëz që do të marrin më vonë, shumë shpejt mendoj, do të ketë zbulime që do të tregojnë për tekste të plota në gjuhën shqipe para buzukut, që do të gjenë në bibliotekat e Venedikut. Do kemi parasysh që për shembull Biblioteka Vatikane nuk është zbuluar, nuk është e regjistruar me tepër se 30% të teksteve. Për kur flasim për Bibliotekën Vatikanit, fondi i rezervuar nuk është i zbuluar pas 30%, 30-35%, maksimumi 40%, mund të ketë mrit kohët e fundit. Po deri para pak viteve që unë jam marrë këtë punë, para një viti, 2 vjet, nuk ka pas më tepër të regjistruar se sa 30% fondit. Po kështu edhe fondi i Bibliotekës së Venedikut, po mos harrojmë bibliotekat private që janë shumë të rëndësishme, kuvendër franciskane në Itali janë do përmendja Napolin, po Napoli u doqi gjatë luftës së 2 botërore. Napoli është dëmtuar shumë. Po pa diskutojmë Napoli, po mos harrojmë që kemi në periferitë e Napolit ku kanë pas vëmendëri shqiptar, misionar shqiptar dhe prifta shqiptar ose italianë që kanë nga Napoli që kanë biblioteka unë për shembull para një viti e gjys në një kuvend franceskan afër Napolit, ku në pash vepër që një bibliotekë të jashtëzakonisht pasur me libra, po them vetëm libra antikuar, libra të vjetër, mund të kishte mi 2000 copë, mi 2000 libra të vjetër, ku ishin nga 1300 deri po themi te viti 1600, më thënë të 2000 libra. Edhe një herë, nga 1300 ndërshkrime, me shkrime marramense të sakta, të bukura, sa kishte një shtypshkrim ku lexoheshin psaltre, që unë nuk arrita me dallu a është e shkruar, a është e shkruar. Ai ishte e shkruar. Precizion i gjallë, domethënë, unë jam habit faktikisht, atje kam qenë bashkë me disa miq mi atje, kam pa, se shkova me pa, faktikisht te ai kuvend, më shku, ishte ndres jam ishte pa për buzukun. Dhe por atje mësova 2 gjëra të tjera, për shembull, mësova që mund të kishte një libër që bënte 15.000 euro, një kopje librit e Dantes sot, në një shtypshkrim në Fiorentina, që ishte me matrikull, me numër të regjistrimit, bënte $15.000, 15.000 euro një libër. Boccaccio ishte kështu, Dante ishte përduar kështu, Petrarca kështu. S'kisha pa libër me ato cilësi, por unë kisha shku fakt për buzukun, dhe për buzukun unë mora pash për herë të parë, më sytë mi, dimensionet reale të në ksilografive, sepse gjeta ksilografi të ngjashme, por edhe kryegerma B, A, C,
dhe i mata me vizor për t'i ditë më saktësisht. Por nuk ishte një dallim mall midis asaj çfarë unë kisha perceptuar dhe ato që i pash konkretisht. Ta ndalim një pyetje tjetër. Pse është botuar apo Buzuku në Venecia? Çfarë lidhje kishte midis Shqipërisë së kohës dhe Venetikut? Unë kam një ide që nxitet dhe frymëzohet fakt nga studiuesa italiane Luciana Din. Ajo, unë kur kam lexuar Shqipëria e zbuluar, kur kam lexuar për herë të parë dhe ajo kishte zbuluar 4 ksilografi dhe binte edhe shtypshkruesit që kishin përdorur këto ksilografi që ishin edhe tek vepra e Mesharit, unë me ta përmend sepse fakti ishte që ato ksilografi na çonin ne në një mendim, në një ide që tashmë jemi përballë një fakti të pakundërshtueshëm. Kjo ksilografi është botuar te Buzuku, pa botuar edhe te Bernardino Benali. Kjo ksilografi është botuar te Buzuku, pa botuar nga Bernardino Bindoni, kishte zbuluar 3 Bernardino Bindonit atë kohë. Dhe duke pas parasysh që ksilografit ishin vepra arti një farsojt, pse janë të vogla, janë miniaturë, por janë vepra artit, të cilat nuk kanë të drejtë shtypshkuesit e tjerë të përdorin ksilografit i dikujt tjetër pa leje ose pa autorizim të shtypshkuesit. Një farë copyright i kohës. Pa diskutim, unë mund t'i tregoj këtu, unë për ta përforcuar idenë e librit të parë, unë këtu kam një pjesë që ju pastaj edhe mund ta shfaqni në ekran, kur e njëjta Angelo de Lutës i duhet 3 tipografëve të ndryshëm që janë miq njëkohësisht, këtu për shembull. Këtu, ky është Angelo de Lutës te Buzuku. Ky është Bernardino Stagnino, një botues i kohës tyre. Ky është Luca Antonio Giunta, një botues i famshëm fiorentin që ka gjithë zemrën e vet në Venecie, dhe ky është Bernardino Benali. Të janë të 3 miq. Por që ndodh? Në të njëjtën kohë i duhet të përdor Angelo de Lutës në librat e veta, atëherë detyrojnë me bëhet të ndryshëm. 3 Angelo de Lutës. Sepse nuk japin njëri tjetrit. Me vjell Angelo de Lutës skopin nuk mund me vjell sepse ndërshkohet ashpërsisht nga Venediku, nga Senati i Venedikut. Për shembull, i bie Bernardino Bindoni, po vetë Bernardino Bindoni është dënuar 10 vjet mos më hin në Venecie. Dhe për faktin që u ratis vetë shpejt dhe se gjithën në Venecie, nuk u taku në Venecie, por të bien e tij dhe një tipograf tjetër i kanë gjujt me perime, i kanë pra ka kanë kultura turpe, i kanë nxjerrë mes sheshit dhe i kanë turpëruar përpara gjithë publikut venecian. Në bien e tij Bindonit, por vetëm për çfarë? Për një fletush që ishte një lajmërim rreth një vjedhje që kishte ndodhur në një pyll diku afër Venecias, por që ishte lajmërim i pa autorizuar. Ky lajmërim i pa autorizuar që si duket prekte dike aty afër, e shkruan Luciana Din aty në libër, ka shkruar te Albania Ritrovata, ai lajmërim nuk duhej dhe atë, meqense kishin botuar pa ligj, thotë kush ka dhënë ty me botu. Dhe pa autorizim. Dhe ata i dënojnë 10 vjet për mos me hinë në Venecie. Po kuptoni çfarë dënimi shtranda ka për shtypshkrimin, sepse publiku duhet të kuptojë diçka, i dashur Rafael. Që për kujdes duhet të kuptojë diçka. Rëndësinë e librit të kohës, në kohën libri në kohë në atë rëndësi kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Ishte shumë i kushtueshëm, shumë i kërkueshëm, pra kërkoi shumë dhe praqiste pastaj në gjitha trajtet e veta edhe rreziqe të mëdha. Brenda libror, po edhe jashtë libror, jashtë librit. Pra, kuptoj tani, po si nga ajo çka keni studiuar, për shembull Meshari i Buzukut, a është përdorur edhe nga priftërinë të tjerë të kohës? Nuk kemi dhënë për por unë mendoj, duke pas parasysh dinamikat e botuesve dhe botime libra të tjerë botuar të këtij lloji, libri nuk duhet të botuar më tepër se 200 kopje, ndoshta edhe më pak, mbajt nga buxheti, por një sipërmarrje për të botuar këtë libër dhe për të kaluar rreth 10 muaj, nuk besoj që është bërë për një numër kopjesh më të vogël se më të kufizuar se 200 kopje. Dhe ne nuk kemi asnjë dhënë se ku mund të jetë përdor, ne kemi dhënë thjesht që libri vjen i coptuar në Bibliotekën e Vatikanit dhe atje mirë mat e kemi edhe sot. Pra nuk kushtohet që unë nuk kam dëshirë fakt të hi në hipotezën hamendje
të mëdha pa pas në dorë një fakt i cili do të mundsoj mu pastaj pa një hipotezë tjetër. Por, kur them për hipotezën e 200 kopjeve, unë nisem nga rrugtimin që kanë librat e kohës. Librat e kohës të këtij tipi nuk janë botu, këtij lloji nuk kanë botu në 200 kopje. Janë botu më shumë, po jo në 200. Mund t'i botu, se për shembull po themi një mesale Luca Antonio Gjundës, që ka dimensionet fizike të librit të mesharit tonë, sepse ka është një misale speciale, Luca Antonio Gjundës është 5 vite para Buzukut, 5-6 vite para Buzukut, përdor pothuajse të njëjtat germa, të njëjtin fond botimit, ai ka pothuajse të njëjtin natyrë, para sa kam arrit vetë perceptoj se nuk po jep 100%. Unë e kam dhënë profesor Bardul Demira që merret me ja kam dërguar librat për të pa me kujdes edhe nga ana përmbajtësore, ka bërë një studim të mrekullueshëm kohët e fundit për sa i përket pranës përmbajtësore të librit të Buzukut. Kohët e fundit ka bërë një botim të mrekullueshëm, unë e kam pa me shumë kujdes, e kam lexuar për përfitimet mia dhe elementet analitike dhe krahasimore të atij teksti janë të mrekullueshme dhe janë të dobëzdorshme dhe të nevojshme. Na mundsojnë ne pastaj pa të studiuar të më vonshëm për me pa di gjëra tjera. Tani, a ka pas prototip Buzuku meshtarit latin apo Tash unë do të jep disa fakte. Unë kam sot shkarkuar nga interneti, nga Biblioteka e Barit Menyhit, nga Berlinit, po Romës, të Venesit, mund të kem mi 20 meshar të shkarkuar. Me dimension 200 faqe, 240 faqe janë shumë të paktë, janë 2 meshar kroat, që i kam edhe ato të shkarkuar. Janë 3 meshar që quhen misale speciale, që meshar veçantë, dhe kurse tjerët kalojnë minimumi 500 faqe, 600 faqe. Nuk kemi meshar misale. Po as brevjar nuk kemi. Brevjar madje janë, që kam edhe brevjar shkarkuar të asaj periudhe, në PDF i kam PDF, nuk janë në 1000 faqe, janë 1000 faqe, 1500 faqe. Pra po të ishte brevjar do të kishte sasi të madhe faqesh ky libër. Mund të thonë në kush, po ne se dim, a ka vazhdu teksti, kjo që ka mbjetu, ky mund të jetë brevjar, sepse faqe tjera s'ka mbjetu dhe ajo ksilografia që themun që është frontispici mund të jetë vazhdimi i librit të arshëm. Po kjo është hipotezë e madhe, sepse Buzuku vetë e mbyll me kolofonin, e thot, e kam rru detyrën vetë. Ne kemi këtu kolofonin për shembull, kjo faqe këtu, që kjo është pjesa, kjo e kolofoni origjinal, e fotografuar nga teksti origjinal në Vatikan. Dhe këtu kam rishkruar vetë, me germën Buzukut. Ky kolofoni nuk na jep me mundësi ne me mendu që libri vazhdon gjatë. Nuk ne jep mundësi ne me mendu. Me mendu që po ka shohën, duhet të ketë 10-15 e kam mbaru thot punën, thot. Tash ju tjerë bani më mirë son, po mujtet, po unë e kam mbaru punën.